Njëri për neve ka mundësi mu kanë më inteligjent se njëri për sahabeve. Dhe Sheikhul Islam Taymija e pranon këta, se ka mundësi njëri për njerëzve më sahabeve mu kanë më i mëshëm se sahabët në logjik. Po është një dallim që kur s'mundet me te kaluë njeriu, dhe është se Kur'ani nuk e ka për qëllim pastrimin intelektual. Jo. Intelekti është starti. Ti mos me pas intelekt as nuk drejtohet fjalimi. Budallës nuk i drejtohet fjalimi. Pra, fakti që një njeri o i meqëm, do më dhona i veç që kena nis mi fol ati. Henes kërkohet për i ti. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu kërë përmen mendjen Kur'an, e bjen të lavdruar kur me mendje poshtët egoja. Po nëse me mendje nuk poshtët egoja, atëherë mendja s'ka kur farvlere. Mendja nuk ka kur farvlere. Nëse ti e ki do uj, edhe tu ka kallë një zjarën, dhe me këtë uj sa rrin ti me mposh zjarëmin, me e fik zjarëmin, ki uj për ti s'ka vlerë. Të nuk është me thanë, mushtri me thanë, unë kam uj, dhe të ki uj për së në pe fik zjarëmin. Andaj, mendja dhe egoja janë dy gjërat me se dhe Allah i ka sprovu njërzit. Mendja dhe egoja. Sahabët e pejgamberit s.a.s. kanë arrit me shpallje dhe me mendje me mposht egon. E njerëzit sot çka bën? Mendojnë sepse janë të mëshëm, se kanë intelekt, i sill gjërat, mendojnë se kjo vlerë në vetvete. Jo, kjo nuk ka vlerë, kjo përgjithësi. Kjo përgjithësi, andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu thot në Kur'an në surën e Shams, qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar shpirtin, jo mendjen. Jo mendjen. Dhe këtë banorët e xhenemit janë të mëshëm. Allahu na ruaj. Këtë banorët e xhenemit janë të mëshëm. Argument dhe se budala nuk i në xhenem. Se budala nuk ka ngërkesë shariatike. Ai që janë mbërdoft në çmendurin, ai nuk ka ngërkesë shariatike. Apo, andaj vëllezër, duhet ta kuptojmë sakt fjalën imani, është fjalë dhe vepër, se është për qëllim vepra dhe nuk është për qëllim fjala.